Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Instituti Statistikave, tregu i punës në Shqipëri paraqet një tablo të përzierë në tremujorin e parë të vitit 2026. Nga njëra anë, papunësia vijon të ulët, por nga ana tjetër më pak persona po marrin pjesë në tregun e punës dhe niveli i punësimit ka shënuar rënje. Të dhënat tregojnë se shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për grup moshën 15 deri në 64 vjeç arriti në 76.2%, duke ulur me 0.5 pikë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, në raport me tremujorin e fundit të vitit 2025, ky tregues ka shënuar një rritje të lehtë prej 0.3 pikë, ndërkohë shkalla e punësimit për popullsi mbi 15 vjeç rezultoi 58%, duke shënuar një rënje prej 0.3 pikë në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025 dhe 0.5 pikë krahasuar me tremujorin paraardhës. Nga ana tjetër, shkalla e papunësisë ra në 8.4% me një ulje prej 0.3 pikë në krahasim me një vit më parë, edhe pse krahasuar me fundin e vitit 2025 ka pasur një rritje të lehtë prej 0.1 pikë. Sipas anketës, në Shqipëri vlerësohet se janë rreth 1.15 milion persona të punësuar, ndërsa numri të papunëve arrin në mbi 105.000 persona. Nga ana tjetër, bujqësia paraqitet sektori ku punësimi është ulur më shumë krahasuar me një vit më parë, me një rënje prej 6.7%, e pasuar nga shërbimet me një rënje prej 4.1%. Edhe nëse e krahasojmë me tremujorin e shkuar, këto sektor ka një ulje prej 2.9 dhe 5.7%, ndërkohë shërbimet ka shënuar një rritje të punësimit. Shifrat sugjerojnë se megjithëse papunësia mbetet në nivele relativisht të ulta historike, tregu i punës po përballet me sfida që lidhen me tkurrjen e punësimit dhe pjesëmarrjes së popullsisë në aktivitetet ekonomike. Kjo mund të lidhet me ndryshimet demografike, migracionin apo lëvizjet sezonale të fuqisë punëtore, faktorë që vazhdojnë të ndikojnë zhvillimet në ekonominë shqiptare.